E vërteta është se duke ngritur akuzën në minimumet e ligjit, prokurori nxori lakuriq pas shqiptarëve e Edi Ramën. Ja pra ku janë. Ja ku është bërë deali. Ja ku po studion kontratën. Ja, sultanë. Me sultaneshën. Dhe ka patrupsi dhe paftërsin të shkruaj se kisha e bëra si detyrim ndaj apartamenteve. Asnjë lidhje. Asnjë lidhje. Ato ishin dhuratë të takspaguesve turk për cilë shqiptarët janë mirënjohës. 1.400.000 euro janë ndihmë gjermane. Nga 87 gjerë sot. 1 miliard, më 1 miliard. Mbi 1 miliard janë ndihmë italiane. Por nuk ka ndodhur kur. Po. Mikut parterit i bën një favor, po jo në kurriz të parave të takspaguesve tu. Dhe jam i sigurt që s'ka asnjë lidhje. Janë që të gjitha të vjedhura nga Edi Rama dhe bifshtat e darrave nga Lubi Balluku. E thot ajo. Ajo duke pas se ky është një disgraciato, e quhen mesazhet e saj pallosh i gjatë. I denigrim total, imagjinoni, zërëndës kryeministri a kryeministrit. Kjo është gjua që përdoret në qeverit dashur qytetar. Sepse ajo ka pa, sa i s'ka as kod as moral, po vetëm të vjedhi. Dhe i ka zhytur ata në krime. Në qoftë se s'do të hynë të aju. Lubia nuk do mund t'imagjinonte, jo të nëmirte, por nuk do mund t'imagjinonte të firmoste për 50 milion euro, që në fakt kanë shkuar 80-90 tani, sepse është dyfishuar kjo shumë më vonë, më shtrejt. Pra tuneli nuk ka kushtuar 180, por tuneli ka kushtuar të paktën 220 gjerë 230 milion euro. Ta dinë shqiptarët këte. Ja pra. E kanë hequr të dy nga Facebooku. Me vrap. Të kesh këtu këtë dyshën. Dhe të thush se i ka vjedhë Lubia, mashtron vetën. Po merrni pak gjokën ju. Me gjoka është sponsori kryesor dhe krenar i Olsi Rams. Ju e dini këte. Ata nuk e fshehin këte, e ekspozojnë kudo. Pra ma dhe gjoka u lejua në kundërshtim me ligjin e prokurimeve, po këta s'kan ligj as moral. U lejua në kundërshtim me ligjin e prokurimeve, pasi nuk u shpall fitues në tender, të jetë nën kontraktor. Ta ndërtoj tunelin, por natyrisht 50 milion euro, ti marë Rama, dhe ca thërrime,
disa milion që ndaj dhe me Lubin. E njëjta kompani